Kosovë? Po, besoj që është në duart e partive politike, po pyetja është pikëpari çfarë presidenti apo çfarë presidente do Kosova. Në radhë parë kësaj pyetje duhet i përgjigjen partitë politike. Për fat keq, na po shohim që posti i presidentit, që një kohë gjatë, po shndrohet më shumë në një pjesë të kalkulimeve elektorale mes partive politike. Nëse thuhet është post i rëndësishëm, duhet të ketë edhe qasje serioze ndaj kësaj pune. Posti i presidentit padyshim, ose i presidentes, se kur them president po i përfshin të dy gjinit që të mos ketë keq kuptime. Domethënë, nëse është post kaq i rëndësishëm, atëherë ka mbetur më pak se një javë, nëse kemi numëruar mirë, dhe populli i Kosovës nuk di kush është kandidat. Nuk di asgjë për profilin e kandidatit apo të kandidatës, jemi absolutisht në terr. Dhe nuk është hera e parë. Pastaj në këtë terr shohim pastaj njerëz që marrin guximin dhe thonë ose shpallin kandidatura kokë me vete, siç ndodhi sot. Domethënë, Kosova i ka 1.6 milion banor dhe potencialisht i kemi 1.6 milion kandidat për president. Për shkak se partitë politike janë të paafta të përgjigjen detyrës së tyre, sepse ne nuk mund të zhvillojmë zgjedhje dhe pastaj prapë shkojmë në zgjedhje për shkak se partitë politike duan ta përdorin postin e presidentit për lojra bigjozi politik mes vete. Për shembull, kandidat për kryetar të komunave i nënshtrohen debatit publik. Domethënë kur qytetarët e Prishtinës se zgjedhin kryetarin e Prishtinës, ata i shohin kandidatët i nënshtrohen intervistave, dalin në debate publike. Për presidenti kjo nuk vlen, nuk dim asgjë kush do të jetë domon kandidat për president përveç presidentes aktuale e cila ka shprehë ambicie, po unë mendoj që kjo është bukur një tallje e madhe me qytetarët. Pastaj nga çdo kandidat për kryeministër kërkon të shpjegohet para opinionit. E kanë bërë edhe kandidatët për kryeministër të partive që tani janë në opozitë. I kanë shpalosur programet e tyre, kanë dhënë intervista, kanë bërë qëndrime. Ku janë kandidatët për president? Ku është përgjegjësia e partive politike? Ku janë kriteret? Dhe pse këto kritere nuk po vlejnë për presidentin? Janë një sër çështje që unë vërtet nuk mund t'i kuptoj më. Ka një shpjegim në këtë, sepse me rast e thuhet që kjo pozitë është krejtësisht ceremoniale, e në anën tjetër shohim se pra vim në situatën kur vihet në rrezik, le të themi, që të shkojmë në zgjedhje prap, pikërisht për shkak të këtyre tekeve politike të subjekteve politike. Pra, nga njëra anë ju thoni që është shumë e rëndësishme dhe natyrisht duhet të dëgjojmë, të lexojmë, të njohim profilet e tyre, por kur u duhet edhe thonë që po kjo është një pozitë që nuk ka shumë peshë dhe ja, veprojmë kështu siç veprojmë gjithnjë. Jo, nuk është edhe shumë ceremoniale, se në një farë formë dhe formulimin në kushtetut që presidenti ose presidentja është bartësi politikës të jashtme, kjo është mund të interpretohet në mënyra të ndryshme. Bartësi politikës të jashtme faktikisht i bie që ka një përgjegjësi shumë të madhe, po shpeshherë pritjet nga presidenti ose presidenti janë edhe iracionale. Për shembull, pushteti pret që presidenti të jetë një lloj ofiçari që vulos çdo gjë që vjen nga qeveria. Opozita ndërkaq pret që presidenti të jetë kundërshtar i jashtëm i qeverisë, por presidenti nuk mund të jetë as lideri i opozitës, as shërtori i verbër i pushtetit. Duhet të balancojë. Për këtë duhet edhe mençuri, edhe pjekuri mendore, edhe stabilitet emocional, mbi të gjitha dhe frenim i egos sa i përket ambicieve të ndryshme, se në fundit, domethënë çdo kandidat që ka ambicie duhet ta bind parlamentin. Ne jemi Kosova është republikë parlamentare dhe qytetarët i kanë zgjedhur, i kanë deleguar vullnetin e tyre te Kuvendi i Kosovës. Kuvendi i Kosovës e ka përgjegjësinë për ta zgjedhur presidentin. Tani, nëse ne nuk jemi të kënaqur me këtë kushtetutë e cila është dizajnuar në një bashkëpunim me bashkinë ndërkombëtare në rrethona të caktuara para 18 viteve, 20 viteve, kur janë bërë përgatitjet për pavarësinë e Kosovës. Partitë politike do të mendojnë, apo i përgjigjet kjo kushtetutë dhe ky sistem i zgjedhjes së presidentit, apo i përgjigjet situatës në të cilën ose pjekurisë së shtetit të Kosovës dhe zhvillimit të shtetit të Kosovës. Dhe ne po e shohim ashiqare që nuk po i përgjigjet, sepse zgjedhja e presidentit është shndruar në një lloj bombe atomike që e hedh nerr qeverinë. E unë po dëgjoj që edhe nga deputet në partitë opozitare ka mjaft njerëz që thonë jemi kundër që të shkojmë në zgjedhje, sepse
faktikisht po futemi në vitin e dytë, ose jemi futur në vitin e dytë dhe rreziku është potencial i mundshëm që të shkohet prap në zgjedhje. Nëse kemi këtë rrezik që të shkojmë prap në zgjedhje, kë shihni ju të interesuar që të shkojmë prap në zgjedhje? Nën pretendimin se nuk u gjend një figurë e tillë që ka të gjitha ato cilësi, që të ketë përvojën politike, komunikimin me ndërkombëtarët, të jetë figurë unike, pranueshme nga gjitha subjektët. Pra në këtë pretendim nuk e kemi atë figurë. Kujt po interesant të shkojmë prap në zgjedhje? Jo, nuk është e vërtet që s'ka figura. Problemi është mungesa e gatishmërisë për biseda dhe për kompromis mes partive politike. Këto është problemi. S'mund ketë një popull me 2 milion banorës, mund ketë një personalitet për president vend ose presidentet vendit. Kjo është absolutisht qesharake. Problemi është te mungesa e gatishmërisë për gjetur një kompromis. Këto unë e shoh përgjegjësinë më të madhe te partia cila në zgjedhjet e kaluara doli e para, sepse ajo duhet të ndërtoj ura ndaj opozitës. Por edhe opozita duhet ta kuptoj rolin e saj. Roli i saj është që partitë që kanë kapacitet të vogël elektoral, pa marrë parasysh domethënë tragjedisë e tyre, nuk mund të bëjnë kërkesa jo racionale. Është e vërtet që ato kanë të drejtë të propozojnë, të dalin me emra ose të negociojnë këto në biseda interne me partitë e tjera politike. Për shembull, mund bëhet edhe një marrëveshje që të ketë domethënë një dakordim mes partive, nuk del askush nga kuvendi dhe opozita e bashkuar e propozon një kandidat, i cili ndoshta mund të jetë më i mirë se që prezanton pushteti, dhe të shohim çfarë ndodh në parlament. Ndoshta mund të jetë garë shumë interesante që ndoshta fiton kandidati opozitës. Ja që opozita po pret që këtë ta bëj partia në pushtet me që ka barën më të madhe të përgjegjësisë, pra ka më shumë vota. Po, konsideron që nga ta do duhet vinë të emri dhe nuk ka ardhur ende. Edhe kjo mund të jetë një opsion, por është çështje e dakordimit politik, se në fundit edhe partia që, po them, ka dalë e para, po këtu në rastin e zgjedhjes së presidentit nuk kemi parti fituese. Prandaj, po them, edhe partia që ka dalë e para, ajo mund të propozojë një figurë, po nuk mund ta bëj kokë me vete. Mund ta bëjë ndoshta vetëm në një bashkëbisedim me dy partitë e tjera që renditen mbas lëvizjes vetëvendosje, domethënë PDK-ja dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Dhe në këtë drejtim, po e përsëris, Kosovës i duhet një figurë politike që ka përvojë në politikë. Ne nuk mund të nuk është e preferueshme në një vend në këtë konstelacion geostrategjik që Kosova të zgjedh një president jashtë politikës, të pasprovuar në politikë për arsye emocionale apo për arsye patriotike. Edhe një pyetje për fund, Enver, ju në shkrimet e tuaja këto ditë kujtoni edhe se si të kaluar